Të nderuar teleshikues, Eselamu Aleikum. Jemi së bashku me ciklin e emisioneve Pyetje nga Kurani, bashkë me hoxhën ton, aq shumë të njohur edhe për ju, Ahmet Kalan. Hoxhë i nderuar, mirëserdhët. Mirësegjetën. Ky cikël emisionesh bazohet në pyetjet që kanë ardhur në Kuranin famlart. Por, për më shumë detaje, let na i zbuloj hoxha i nderuar. Hoxh, pse pikërisht ky titull, Pyetje nga Kurani? Falenderojmë Zotin për të mirat e pafundme që na ka dhënë Zoti, siç e thot vetë ai në Kur'an, nëse do të doni të numëroni të mirat e Zotit, kur nuk do të arrini të numëroni të mirat e Zotit. Faktikisht, si më thënë, le të themi, indicjen për këtë emision dhe për këtë titull emisioni është fakti që vetë Zoti ka përmend disa pyetje në Kur'an. Ne Kur'anin e kemi gjën më të shtrenjtë, e kemi gjën më të shenjtë. Kur'ani për ne muslimanët është burimi i besimit, i doktrinës, burimi i ligjit, i rregullave islame, burimi i traditës, burimi i etikës, i sjelljes dhe gjithçka. Pra ne për çdo gjë referohemi në Kur'an. E duke qenë se ne për çdo gjë referohemi në Kur'an dhe Kur'ani ka kaq rëndësi në jetën e besimtarëve, ne gjejmë në Kur'an diçka që Zoti thotë të pyesin ose të është bërë kjo pyetje ose njerëzit pyesin, domethënë aq interesante dhe aq të rëndësishme janë këto pyetje saqë pejgamberit alayhis salam janë bërë, si më thënë, me mira pyetje, janë bërë pejgamberit alayhis salam me mira pyetje dhe ne me shpresë Zotit ndoshta më vonë do të kemi një cikël tjetër që janë pyetjet profetit alayhis salam ose pyetjet në hadithet profetike. Mirë po Zoti nga gjithë këto pyetje që janë bërë profetit alayhis salam ka, le të themi, përzgjedhur disa pyetje dhe i ka vendosur në Kur'an, që do të thotë dy mesazhe të rëndësishme. Mesazhi i parë, le të themi, zhvillimi i institucionit pyetje përgjigje ose i asaj që quhet në gjuhën e Islamit fetva ose i asaj që çon në përgatitjen e këtij institucioni që është ijtihadi dhe dera e ijtihadit që duhet mbetet gjithmonë hapur dhe nuk duhet mbyllet deri në ditën e Kiametit. Fakti i dytë është fakti që njerëzit, domethënë, duhet ta mësojnë veten e tyre që të pyesin, siç e thot Zoti në Kur'an, pyetni të diturit nëse nuk dini, pra fesalu ahla dhikrin kuntum la ta'lamun. Kështu që janë pyetje interesante dhe vazhdimisht, domethënë, duhet i shohim si model pyetje se këtu, domethënë, nuk është një pyetje e thjeshtë që bëhet, por ka edhe mesazhe brenda pyetjeve përderisa Zoti i përzgjodhi për të qenë në Kur'an, dhe momenti i dytë që Zoti më na mëson që duhet pyesim për gjithçka. Në fen tonë nuk duhet të kemi turp, siç ka thënë Imam Aliu radhiyallahu ta'ala anhu, dy njerëz thotë nuk mësojnë kurrë. Thotë ai që nuk pyet dhe ai që ka turp. Pra, domethënë njeriu duhet të pyesë, njeriu duhet të ketë zor, njeriu nuk duhet të ketë turp. Madje do të vi një moment, për shembull, një nga pyetjet e Kuranit që është përmend në Kur'an, ndërkohë që shumë mirë mund të jepesh përgjigja pa u përmend fare në Kur'an, gjë që tregon që thjesht mesazh që njeriu duhet të pyesi dhe njeriu, si më thënë, nuk duhet të vdesi ignorant dhe njeriu më mirë të pyesi se sa të bëjë diçka pa qenë i ditur. Në Kur'an Zoti njerëzit në surën El-Fatiha i ka ndarë në 3 grupe. Ata të cilët dinë dhe veprojnë janë en'amta alehim, pra të bekuarit e Zotit, ata që dinë dhe veprojnë. Të mallkuarit e Zotit, ata që dinë por nuk veprojnë në saj të dijes ose bëjnë të kundërtën e dijes, dhe të humburit, ata të cilët bëjnë po pa ditur, pra pa e ditur të vërtetën ose pa u interesuar fundit për vërtetën, thjesht e bëjnë se kështu e bëjnë gjithë. Kështu që ne duhet të jemi, le të themi, tek ajo kategoria e parë, ata të cilët veprojnë me dije, mirë po jo të gjithë i kanë mundësitë dhe kapacitetet dhe kushtet për të qenë, le të themi, të ditur për të vepruar. Për këtë arsye dhe Zoti madje ka lehtësuar gjërat që njerëzit duhet të referohen. Në rastin e profetit alayhis salam referohen tek profeti sallallahu alaihi wasallam, dhe në rastin e njerëzve mbas profetit alayhis salam referohen tek njerëzit e dijes, si më thënë, edhe tek sahabët, jo të gjithë i jepnin fetva, edhe tek tabiinët, jo të gjithë i jepnin fetva. Këto el fuqaha 7, 7 fuqahat, pra kanë qenë vetëm 7 që merreshin me fetva, ose ka qenë Ata ibn pra njëri prej tabiinëve, Ataja, që vetëm ai jepte fetva në haxh, për punë të haxhit, la yufti fil haxhi illa Ata. Pra nuk do të japë fetva në haxh vetëm sa Ataja, kështu me radhë. Pra edhe kështu ka vazhduar pastaj më vonë 4 imamët e mëdhenj, Abu Hanifja, Shafiu, Malik, Ahmed ibn Hanbali, e kështu më pas kështu është trashëguar dhe është transmetuar kjo gjë brez mas brezi. Pra origjina e kësaj gjëje është mbështetur në librin e Zotit, është mbështetur në jetën e profetit alayhis salam, po ne, si më thënë, për këtë moment do të ndalemi pikërisht tek pyetjet e Kuranit. Pa ka diçka që Zoti nga ato qindra
mira pyetje që janë bërë profetit, këto i ka marrë dhe i ka vendosur edhe në Kur'an, si më thënë, një mesazh për të medituar në këto pyetje dhe për të hulumtuar rreth tyre. Në fakt, etiketimi juaj i pyetjeve si institucion duket diçka e qëmtuar, pasi edhe në shkencët konvencionale, pyetja pse ka bërë revolucionin shkencor. Fjala bijës Isaac Newtoni, duke pyetur pse Ramolla zbuloi ligjin e gravitetit. Sa ndikon, ose më mirë me thënë, sa revolucion bëjmë pyetjet edhe në fe? Pra kujtojmë këtu dhe rastin e Ibrahimit alayhis salam. Po, normalisht, siç e thatë edhe ju, domethënë pyetja është si më thënë një nxitës edhe më shumë që njeriu të hulumtoj arsyen, të hulumtoj shkakun. Ne jemi mësuar gjithmonë, ose njeriu në përgjithësi do të analizoj pasojën. Po faktikisht feja dhe besimi neve do të na çojë tek shkaku i gjërave. Për këtë arsye dhe Zoti i Madh, siç e thatë ju, rasti i Ibrahimit alayhis salam, po kemi dhe rastet e profetëve të tjerë, po kemi dhe rastin e pejgamberit alayhis salam. Ne për shembull kemi gjën më të rëndësishme në fen tonë, që shpjegimi i Islamit në ka ardhur nëpërmjet pyetje-përgjigje, që është rasti i Xhibrilit alayhis salam. Domethënë njeriu, ka nevojë të marrë disa paketa të gatshme dhe nga këto paketa të gatshme të shpërthej ose si më thënë të eci në jetë. Kështu që kërkimi i arsyes, pra pseja është kërkimi i arsyes, përseja është kërkimi i qëllimit dhe i arsyes. Për këtë arsye, domethënë njeriu duke zbuluar shkakun dhe arsyen dhe qëllimin, atëherë merr forcë në jetë dhe mundohet në jetë t'i japi ngjyrë tjetër jetës edhe domethënë të përballet me çdo lloj situate në jetë. Nga Kurani edhe Suneti, si theksohet rëndësia e pyetjes? Domethënë çfarë pozite ka ajo? Dhe si profeti sallallahu alajhi wasallam i ka trajtuar pyetjet? Atëherë ne kemi dy momente. Momenti i parë, Islami urdhëron, obligon, orienton drejt leximit dhe drejt dijes. Ky është orientimi bazik, që do të thotë njerëzit duhet lexojnë, njerëzit duhet mësojnë, njerëzit duhet orientohen tek dituria. Për këtë arsye, le të themi hadithet ose argumentat të cilat flasin për diturinë dhe për kërkimin e diturisë shkojnë deri në atë shkallë që e çojnë diturinë në shkallën e xhihadit, luftës së shenjtë. Pra kërkimi i diturisë, mësimi, nxënia shkon aq shumë i mshohet dhe aq shumë i kushtohet rëndësi derisa shkon në shkallën e xhihadit, në shkallën e luftës së shenjtë. Pra është sikur të përballesh me armikun që ti të kërkosh diturinë. Mirë po, duke qenë se jo të gjithë njerëzit kanë mundësi të lirohen për të qenë, le të themi, nxënës dhe kërkues diturie, Islami solli alternativën B ose alternativën e dytë, që është alternativa e mësimit të fesë, domethënë duke pyetur për rastin dhe për situatën. Për këtë arsye nuk ka ndodhur ndonjëherë në jetën e pejgamberit alayhis salam që t'i jetë bërë një pyetje dhe t'i thotë shko lexo. Ose të jetë bërë një pyetje thotë shko mëso vetë, ç'është kjo, nuk është feja pyetje përgjigje. Jo, ja ka dhënë përgjigjen, madje as nuk e ka orientuar që shko mëso apo shko lexo, që do të thotë se jo të gjithë njerëzit kanë mundësinë dhe i kanë hapësirat për të qenë kërkues diturie. Për këtë arsye në Islam, po të shohësh, dietarët thonë, le të themi pra skolaristët islamik thonë, njerëzit janë tre kategori, le të themi masat, ata të cilët nuk kanë mundësi të angazhohen dhe të lirohen në çështjet e shkencave islame, kemi kërkuesit e dijes dhe nxënësit e dijes, pra ata të cilët janë në mësim e sipër, dhe kemi dietarët. Shkalla e parë ose shtresa e parë bazike që janë masat nuk obligohen. Pra, domethënë nuk mund t'i obligosh. Normalisht ata duhet dinë normat minimale të fesë, që është abdesi, pastrimi, namazi, agjërimi, zekati, pra duhet dinë sepse janë gjëra që s'kan të bëjnë me dijen dhe nuk kanë të bëjnë me profesione. Ndërsa mbas kësaj nuk obligohet, për shembull, le të themi një njeri i cili punon një punë të rëndomt, që ai të di 40 hadithe të Imam Nevaviut, apo ai të di pjesë nga Kurani, apo ai të di se çfarë thuhet në medhhebin X apo në medhhebin Y. Për këtë arsye thonë, medhhebi i masës është medhhebi i hoxhës ti. Ai s'ka fare medhheb, ai pyet hoxhën edhe vazhdon, nuk i intereson atij sa mendime, cilat janë mendimet e tjera. Kështu që, domethënë, në këtë kontekst, domethënë Islami, mos harrojmë që Islami është feja e natyrshmërisë. Duke qenë se është një feja e natyrshmërisë dhe njerëzit në të gjitha sferat e jetës janë të ndarë masa, njerëz të cilët janë të angazhuar dhe specialistë,
profesionist, e njëjta gjë funksionon edhe në shkencat islame, në piramidën e shkencave islame, ka njerëz që janë masa, ka njerëz që angazhohen, ka njerëz që janë profesionistë dhe ka të tjerë që janë specialistë ose mushtehidin. Kështu që Islami ka marrë në konsiderat këtë pjesë që është zhvillimi natyrshëm njerëzor, për këtë arsye ka dhënë hapësira për shkallën e parë. Shkalla e parë ja e lartë fare, nuk ka nevojë të pyesi, madje nuk i lejohet të ndjekë një mëdhëp të caktuar. Shkalla e dytë, lëviz brenda një mëdhëpi dhe lejohet të dalë nga mëdhëpet e tjera. Shkalla e tretë, i përmbat një mëdhëpi dhe s'del nga mëdhëpi derisa të kalojë një shkallë më lart, ndërsa masa dhe populli i përmbahet hoxhës tij dhe nuk i intereson se çfarë thonë mëdhëpet dhe çfarë thonë mendimet e dietarëve. Në fakt është interesante në këtë pjesë që ju bot një ndarje midis masave dhe t'i quajmë, më thoj se njerëzit lexuar intelektualëve, pasi jeni në të njëjtën val logjike me Aristotelin, se këtu ka një pyetje që mendoj vlen, ku ai thoshte që nivelet e abstraksionit apo imagjinatës janë, domethënë, tre. Janë masat, cilët abstrahojnë për jetën e tyre të përditshme, janë profesionistët, mjekët, inxhinierët që ata hipotetizojnë komplet çfarë ndodh për shkak të trupit të njeriu, gjendë ilaçin dhe fund fare thotë janë intelektualët që shkojnë deri ke Zoti. Mirë po, sot shohim që ka ndodhur një revolucion, sidomos shekujt e fundit, ku njeriu që mendon për Zotin nuk shifet si intelektual, por shifet si e kundërta e kësaj gjëje. Pse mund të ketë ardhur ky lloj transformimi, le ta quajmë, i gjithë historisë njerëzore që e shikoshin Zotin si majën e intelektit? Unë mendoj se kjo ka ndodhur qysh me revolucionin francez, domethënë ku feja shihej si më thojza një lloj pengese ndaj zhvillimit ndaj shkencës, e nga që domethënë fatkeqësisht ishte bërë ose kleri ishte bërë si një lloj pengese mes njerëzit dhe kërkimit diturisë ose mes kërkimit të drejtës nga ana popullore dhe ndodhi një lloj revolte mbar, le të themi, mbar popullore ndaj edhe klerit fetar, gjë që pastaj bëri atë ndarjen, vënien e fesë në një kënd vetëm goditjesh, domethënë, dhe fatkeqësisht fatin e asaj feje, të asaj fryme, e pati dhe feja islame që faktikisht është komplet, domethënë, e kundërta e kësaj gjëje, përkundrazi, domethënë, në islam nuk lavdrohet vetëm një dietar i shkencave islame, por lavdrohet çdo dietar i cili kërkon diturinë dhe është arrin dije shkencore, dhe fakti që le të themi, domethënë, revolucionin më të madh dhe goditjen më pozitive që i ka dhënë sot botës dhe zhvillimit sot botror të modernizmit, të teknologjisë, ka origjinën pikërisht nga vendet islame, të cilat hodhin themelet e gjithë shkencave që ne sot po i gëzojmë në duart tona si teknologjia, modernizmi e kështu me radhë. Kështu që kjo ka qenë arsyeja, mendoj unë, dhe ajo ka dhënë efektin e vet, domethënë ka dhënë efektin e vet në të dyja kampet, jo vetëm kampin komunist, por edhe në kampin kapitalist, por në kampin kapitalist pak më lehtë situata, pasi feja ka qenë më e moderuar deri diku, ndërsa në kampin komunist ka qenë edhe më e vështirë situata dhe ne kemi qenë tek pjesa e kampit komunist, si pasojë, domethënë, akoma kemi ato mbeturinat, domethënë, ose le të themi mikrobet e sistemit, ku shihet feja si pengesë, ku shihet feja si prapambeti, ku shihet feja si diçka që nuk ecën me modernitetin dhe me kohën, por që faktikisht e vërteta është që nuk është ashtu dhe ne shohim njerëzit e mendjes, njerëzit e dijes, njerëzit e shkencës, domethënë shkojnë ku shkojnë në studim, meditim dhe pastaj shkojnë dhe pranojnë islamin sepse shohin që nuk ka përplasje, nuk bie ndesh dhe mbi të gjitha është një fe e cila ecën me natyrshmërinë e njeriu dhe i jepet gjithsesi roli i duhur, pra Zoti i jepet roli i duhur familjes, prindit, shoqërisë, puna, jeta, çdo kush e merr rolin e vet pa bërë përzierje e rolesh. Pra, kemi pasur një vajtje nga ekstremi në ekstrem, ndërkohë që në islam nuk ka ndodhur kjo, sepse islami, siç e thatë ju, lexo, ka qenë pra gjithëpërfshirëse për gjithë aspektet e jetës. Por nga ana tjetër, kjo që ju thoni shumë e rëndësishme që të ritheksohet, pra që islami përfshin paketën e plot të jetës, pra ka përgjigje për çdo pyetje, siç e kemi dhe emisionin, pak a shumë të jetës tonë. Po kjo është shumë e rëndësishme të theksohet, Zoti shpërbleft, domethënë Islami
ka sjell në vetvete në tekstet e Kuranit dhe në hadithet e Profetit alayhis salam rregulla të tilla që mund të përgjigjen çdo kohë, çdo vendi dhe çdo momenti. Për shembull, nuk ka ndodhur ndonjëherë në historinë e Islamit që të ndodhi diçka në jetë dhe në Islam mos të gjehet përgjigje. Nuk ka ndodhur dhe nuk do të ndodhi kurrë. Do të jap një rast ekstrem. Për shembull, kemi për momentin 3 astronautë besimtarë me 5 vakte që janë gjithë në hapësirë stacionet satelitore. Ka qelluar për të 3 muaj Ramazanit. Këta njerëz si janë falur, lind pyetja, 5 vakte në hapësirë. Dhe si e kanë bërë Ramazanin 5 vakte në hapësirë. Domethënë ku do ta gjejsh ti, le të themi, në thonjza argumentin nga Kurani apo argumentin nga hadithet e Profetit sallallahu alajhi wasallam për rastin e faljes dhe agjërimit në stacionet satelitore? Ka argument. Si ka mundësi hadithi i Dexhalit? Përcaktojeni. Esni me përcaktim. Mbaroi historia, është dhënë zgjidhja. Siç ka qenë orari i ditës fundit kur është ngjitur lart, me atë ka vazhduar ai derisa të kthehet me të njëjtin orar. Ose rasti për shembull themi në dy polet që është 6 muaj ditë, 6 muaj natë, kështu më radh. Si veprohet, ecet me orarin e ditës fundit ose me orarin e vendit më të afërt 5 vakte, duke mbështetur në hadithin e Dexhalit. Pra, i thash thjesht si raste, nuk ka ndodhur, domethënë nuk ka ndodhur që të ndodhi diçka në jetë që të kemi nevojë ose të thuat s'ka përgjigje në Islam për këtë, absolutisht. Nuk ka dije ndoshta personi që pyetet, po që Islami e ka përgjigjen, Pse? Se Zoti e bëri Islamin mbylljen e revelatës hyjnore. Duke qenë se është mbyllja, o do të vite dikush me revelat të re që t'japi përgjigje për gjërat që zhvillohen pafundësisht, ose tekstet e kufizuara duhet kishin brenda edhe, le të themi, ato formulat e gjërave që do ndodhin pafundësisht, domethënë pafundësisht me kuptimin deri në ditën e Kiametit. Në fakt, në filozofinë së drejtës ka një dogëm që thotë sa më shumë që ndryshon një kushtetut, aq më pavlefshme ka qenë ajo. Dhe pyetja e parë shtrohet me që jemi tek pyetjet e Kuranit. A ka psuar Kurani ndryshim? Nuk ka dyshim për këtë pjesë se Kurani nuk ka psuar ndryshim, nuk mund të psojë ndryshim sepse është nga Zoti. E përderisa është nga Zoti, nuk ka nevojë për rregullime njerëzore. Përkundrazi, çdo ndërhyrje në të do ta shkatronte, do ta prishte dhe do të çonte në kaos. Kështu që Kurani është i pandryshueshëm sepse vulën për të ka dhënë Zoti në Kur'an, inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidhun. Ne e zbritëm, ne do ta pra unë, thot Allahu pse flet për veten e tij numrin shumës, Zoti duke madhëruar veten, pra është le të themi pjesë e retorikës dhe elokvencës gjuhës arabe, që një person i përvetshëm flet për veten e tij në shumës, thot ne. Thot, e unë e zbrita, pra po ta përkthejmë kështu tamam shqip, unë thot e zbrita dhe unë do ta ruaj. Domethënë, Zoti ka premtuar dhe ka dhënë besën se ky libër nuk mund të preket dhe normalisht nuk mund të preket sepse edhe mënyra se si është transmetuar Kurani quhet transmetimi masiv. Transmetimi masiv është e pamundur të bëhet ndërhyrje në të. Pra nuk mund të mohohet, as nuk mund të ndryshohet sepse është bërë në masivitet. Pra është marrë nga Profeti alayhis salam në çdo gjenerat, domethënë masiv është e pamundur të bëhet ndërhyrje në të, po edhe sikur mos ishte kjo, Zoti ka vënë vulën në Kur'an që do ta ruajë deri në ditën e Kiametit dhe mbaroi historia. Domethënë është një prej pikave të forta që ka Islami, domethënë Kur'ani, po kështu edhe hadithet e Profetit alayhis salam. Për këtë arsye, duke qenë se hadithi ka qenë më interpretueshëm, dietarët domethënë kanë bërë atë ndarjen dhe kufizimin mes haditheve të pranuara dhe haditheve të papranuara, sepse gjatë rrugës mund të ketë pas edhe njerëz që për interesa të caktuara janë munduar të thonë diçka për Profetin alayhis salam, po duke mos qenë të fushës, njerëzit e fushës i kanë përjashtuar. Për shembull, sikur të flasë Ahmetin çështjet e mjekësisë. Menjëherë mjekët do të çojnë kundër tonë Zoti, ti rri hoxh, s'është puna jote kjo. E njëjta gjë, kur dikush për interesa të caktuara ka tentuar të thotë gjë se edhe unë kam dëgjuar sikur është në etj, menjëherë specialistët e kanë ndaluar, kanë thënë kjo nuk mund të jetë fjala e Profetit sepse ti nuk je i kësaj fushë dhe nuk plotson kriteret për të qenë si më thënë përçues i fjalës Profetit sepse nuk je i linjës. Për këtë arsye domethënë se dikush mund të thotë po pse hadithet ndahen, Kurani është i gjithë i saktë, i padiskutueshëm, ndërkohë që hadithet janë për hadithet nuk është se ka premtim se do t'i ruaj siç janë, për këtë arsye dhe ka pas tentativa, por shqyr Zoti, domethënë Allahu, domethënë na ka sqaruar metodat dhe format se si mund ta kuptojmë një hadith, se sa është ai saktë apo jo, duke ndjekur, domethënë një linjë shkencore që quhet hadithologjia ose shkenca e hadithit, e cila ty të orienton për çdo hadith se si mund të gjykosh për të dhe si mund ta kuptosh normalisht që ka nevojë ti përkushtohesh, të lexosh, domethënë të specializohesh në atë fushë. Dhe ne kemi për shembull tre dietarë të mëdhenj shqiptar që kanë qenë njerëzit më të shquar në shkencën e hadithit për kohën moderne,
Sheikh Al-Qadr Arnauti, Sheikh Shuaib Arnauti, Sheikh Muhammad Nasruddin Al-Albani, që kanë qenë domethënë edhe në botën arabe, kudo që të shkosh, në momentin që i thua jam nga Shqipëria, më njëherë thotë, që nga vendi i Sheikh Albani, domethënë aq shumë i njohur ka qenë në këtë fushë. Pra, për të qëndruar temës, kjo që thuhet nga njerëzit e thjeshtë që janë disa Kur'an nuk është e vërtetë, pra, sepse është një Kur'an është një Kur'an, po ka disa lexime të Kur'anit. Po, pikërisht. Format e leximit është e vërtetë. Ne muslimanët besojmë se Kur'ani lexohet me dialekte të ndryshme. Pra, ne lexojmë, le të themi, këtë që lexojmë ne, por në Algjeri, për shembull, në botën e Marokut lexohet me një lexim dialektor tjetër, ama është i njëjti Kur'an, është i njëjti shkrim, është i njëjti kuptim, thjesht mënyra e leximit, le të themi, këtu zgjatet aja, këtu nuk zgjatet aja, këtu theksohet ija ose uja, kurse këtu nuk theksohet, e kështu me radhë, po në fund fare mu'minun, duha, duhe. Pra, është e njëjta gjë, thjesht mënyra e leximit, kurse Kur'an tjerë nuk ka, ose tjetë një sekt brenda Islamit, apo një tarikat që ka një Kur'an, që ndryshe nga ky, automatikisht sipas gjithë, domethënë mendimeve islamike, kush pretendon se ka një Kur'an tjetër ndryshe nga ky që sot muslimanët kanë duart e tyre, domethënë është i pa fe, është i dal nga feja. Pra në gjuhën arabe ne kemi të bëjmë me një Kur'an. Okej, po në gjuhën shqipe, kur vim ke transmetimet, a janë dhe ato të unifikuara apo ndoshta ka dhe aty siç e tha dy ndoshta sekte ose tentativa që kanë përkthyer Kur'anet tjera. Pra ta qartësojmë publikun që ta dinë dhe ta njohin më mirë Kur'anin. Atëherë, ajo që ne sugjerojmë për sa i përket përkthimit të Kur'anit dhe ne është interesante, thotë përkthimi i kuptimeve të Kur'anit në gjuhën shqipe, pra nuk mund të ketë përkthim fiks. Për dy arsye. Pra nuk mund të ketë Kur'an shqip. Por nuk mund të ketë Kur'an në gjuhën shqipe. Për këtë arsye, kush tenton të bëhet dietar në gjuhën shqipe, ja ka fut kot plako. Pra me kuptimin nuk është e pamundur, pra duhet dish sepse Zoti çfarë tha, e zbritëm në gjuhën arabe që të kuptohet. Pra një nga sekretet e kuptimit të Kuranit është se ti duhet dish mirë gjuhën në cilën e ka zbritur. Dhe Zoti kot nuk e zbrit në arabisht sepse është një gjuhë e cila ndryshe nga gjitha gjuhët e botës që nuk pranon evolimin, nuk evolohet. Ndërkohë që gjitha gjuhët mund ndryshojnë dhe mund evolojnë. Ndërsa në gjuhën shqipe që mos të ikim nga pyetja, referohen përkthimi janë disa përkthime shumë të mira. Do të thonë më të përhapurat që janë sot në gjuhën shqipe përkthimi i Sherif Ahmedit edhe i Nahit. Pra, do të thonë, kemi edhe të tjera që janë bërë më përpara, por le të themi këta janë edhe shqipëruar më mirë, do të thonë, dhe janë dy botimet e fundit të tyre, do të thonë, që janë përkthyer shumë mirë dhe janë përshtatur shumë mirë në gjuhën shqipe, si i Nahit edhe i Sherif Ahmedit. Pra, edhe në shqip kemi një Kur'an, por mund ndryshojë një fjalë cus ose çik ose themi dialekti shqiptar të Maqedonisë. Por ai Sherif Ahmedit është përkthyer i pari, domethënë në masivitet, se ka pas edhe më përpara përkthime të tjera shumë të mira, por le të themi që ka bërë masivitet dhe që është në rregull, që është okay, është i Sherif Ahmedit edhe i Nahit. Për shembull, dua të mbështes këtë që thatë ju, i Sherif Ahmedit, Zoti mëshiroft, kur është përkthyer në fillim fare ka qenë dialekti i tij i vështirë, ai shumë preciz, në përkthim shumë kuptim plot, domethënë, mirë po dialekti krijonte le të themi vështirësi. Për këtë arsye, domethënë është bërë një botim para afërsisht 7-8 vitesh që dialekti është rirregulluar dhe ka dalë domethënë le të themi një Kur'an në gjuhën shqipe unifikuar. Pra përdoret edhe në Kosovë dhe Shqipëri dhe Maqedoni, si i Nahit edhe i Sherif Ahmedit. Ka edhe të tjerë, domethënë, por e rëndësishme është mos të jetë nga këto sektet e dala nga Islami, po përderisa është brenda nesh nuk ka asnjë problemi. Pra mund të jetë ajo çështje dialektore, mund të jetë ajo çështja e interpretimit të një fjale që ka hapësirë në gjuhën arabe, përndryshe, domethënë këto janë më të përhapurit dhe më që duhet i referohen njerëzit, le të themi. Atëherë hoxhë nderuar, dhe poshtë ju televizionist të nderuar, do bëjmë një shkëputje të shkurtër për të rikthyer sërish me hoxhën tonë të nderuar Ahmet Kalaja. Të ndër shikues, ja ku rikthyem sërish me hoxhën e nderuar Ahmet Kalaja. Hoxhë i nderuar, në këtë pjesë ka dhe një pyetje që bëhet shpesh nga njerëzit. Pse Kurani arabisht? Dhe a mund të heqim një paralele me gjuhën latine fjalabie që ka mjekësia apo greqishtën e lashtë që ka filozofia e tjerë? Pra, pse Kurani arabisht, thon disa njerëz, nuk zbriti në shqip? E bukur kjo si pyetje faktikisht, unë do t'i përgjigjesh kësaj pyetje me një pyetje tjetër. Nëse ne do të takojmë një shqiptar para 300 vjetësh, mund të merremi vesh me të pa një albanolog?
do ishte shumë e vështirë, sepse gjitha gjuhët e botës kanë pësuar evolim dhe ecin edhe evolojnë. Gjuha arabe ka një specifik veçantë, sa më pas të kthehesh në të, aq më elokuent, aq më i fortë bëhesh kur flet. Për këtë arsye në gjuhën arabe ka një rregull, thjesht edhe për teleshikuesit që ta dinë. Deri në vitin 150 të Hijretit, pra pas vdekjes Profetit Islam, nëpër qytete gjuha arabe merret si bazë. Nëpër malësira dhe nëpër zona rurale deri në vitin 300 të Hijretit. Domethënë, ti nuk mund të argumentohesh mbi gjuhën arabe nëse ka kaluar vitin 150 në qytete si Bagdadi, Damasku e kështu me radhë, dhe nëpër fshatra dhe nëpër zona të thella deri në vitin 300 të Hijretit. Pra çdo gjë që vjen mbas këtyre 2 viteve është jo arabishte e pastër. Domethënë, ky është një nga sekretet dhe unë gjithmonë, domethënë, e kam potenciuar kur kam qenë student siri. Një nga librat më të mirë që kemi mësuar për foljet dhe zgjedhimin e foljes në gjuhën arabe ka qenë një le të themi gjuhëtari katolik i Libanit. Dhe në fund të librit referencat. Ai ishte katolik, domethënë nga katolikët e Libanit. Në fund fare të librit referencat, një thoshte El Kur'anul Kerim. Kur'an. Baza rujtjes gjuhës arabe. Sepse konsiderohet një nga bazat e ruajtjes gjuhës arabe, domethënë. Siç ne kemi me Sharri Gjambuzovit. Arsyeja e dytë është unifikimi. Që do të thotë, erdhi një amerikan në Tiranë dhe do të fali namaz ke xhamia Din Hoxha apo te xhamia Tabakva apo kudo. Tani nëse namazi do të ishte në gjuhë shqipe, amerikani është i përjashtuar, gjermani është i përjashtuar, greku është i përjashtuar, turku është i përjashtuar. Atëherë është përzgjedhur gjuha standarde e cila nuk pëson evolucion dhe evolim, në mënyrë që njerëzit të kenë një gjuhë të unifikuar, pra për sa i përket adhurimit. Për këtë arsye, ti mund të falësh dhe shqip, mund të lutesh në sejdë, mund të bësh dua, mund të bësh shumë gjëra në gjuhën shqipe, mirë po disa formula në namaz duhen të thënë arabisht. Kështu edhe ezani thuhet në arabisht në mënyrë që kushdo që dëgjon të kuptojë se çfarë po thotë. Kemi një musliman japonez ka ardhur në Tiranë. Çfarë do të kuptonte ai për ezanin nëse ezani do të ishte në gjuhën shqipe? Ai si do të ishte i qetë që duhet më falte kjo xhamia, është në rregull, domethënë, apo është ndonjë islam ku dëgjon që s'ka të bëjë me islamin e vërtet sipas tij. Atëherë, ky është sinjali. Dëgjove ezanin, është në rregull. U futën në xhami dhe u falen gjithë me ato formula që ti di dhe gjithë bota islame di, do të thotë se je në rregull. Pra si konkluzion, mjekësia e trupit ka latinishten, mjekësia e shpirtit ka Kur'an, gjuhën arabishten. Atëherë Hoxh, me që mendoj se pjesës parë së prezantimit të Kuranit po i vjen fundi, ta bëjmë dhe një pyetje rreth gjithësisë së Kuranit dhe pastaj vazhdojmë me pjesën e dytë ku jemi më teknik në etikën, le të themi, e pyetjeve. Sa fuqi ka Kurani për të bërë ballë sfidave dhe zhvillimeve njerëzore? Kur vim tek përkufizimi i Kuranit në gjuhën arabe, thot mu'jiz, mrekulli sfidante. Pra, le të themi Kurani është fjalë e Zotit, të cilën Zoti e zbriti nëpërmjet Xhibrilit alayhis salatu selam. Mrekulli dhe sfidant. Pra është vetë Kurani i tillë, do të thonë nuk ka ndodhur, e përmend edhe pak më përpara, që në një moment, do të thonë besimtari që beson Kur'an ketë një sfidë pasgjithshme në jetën e kësaj bote. Dhe sado që të ecë shkenca, sado që të zhvillohet njerëzimi, kudo që të shkojë, domethënë për shembull le themi, ne për shembull gjejmë përgjigje në Islam dhe themi për in vitro. Gjë që as është menduar dhe ka fund, domethënë nga erdhi në Islam ka një përgjigje. Le të themi rasti tjetër, paraja virtuale. Domethënë Islami e ka një përgjigje. Domethënë Kurani në vetvete është sfidant, është mrekulli dhe është sfidant. Domethënë mrekulli, domethënë mënyrë se si ai parashikon, i trajton, i zgjidh gjërat, mënyrë se si jep zgjedhjen, mënyrë se si shëron shpirtin, mënyrë se si shëron arsyen dhe mendjen, por edhe në mënyrë se si, domethënë lexohet, mënyrë se si përjetohet, mënyrë se si e jep efektin. Merë dikë këndoj vjersha arabe 300 orë, as si lun bebja e syrit. Merë këndoj një pjesë nga Kurani, edhe ai s'din fare arabisht, fillon përlotet, i dridhet zemra, kupton që kjo, për shembull kemi një shembull, kanë bërë disa djemë të ri diku në një nga shtetet evropiane, kanë dalë me kufje dhe i thot dëgjoni pa Kur'an, thotë eksperiment social. Eksperiment social, po. Do të thonë personi vetëm duke dëgjuar Kur'an fillon loton dhe qan. O ç'është është kjo gjë që bëri këtë një yll të qaj. Kjo është mrekulli, por njëkohësisht është dhe sfidant. Pra, vetë Kur'an vetë përbën një sfidë. Çfarë tha Zoti në Kur'an? Nëse ju mendoni se ky libër nuk është prej Zotit, sillni një tjetër
paralel. Nëse s'keni mundësi 10 kapituj, nëse s'keni mundësi qoftë edhe një kapitull të vetëm. Dhe kapitulli më i vogël në Kur'an ka 18 shkronja. Pra formuloni diçka me 18 shkronja që ti bëj konkurrencë Kur'anit. S'ka ekzistuar, s'ka qenë mundur dhe s'është, domethënë, sa herë që ka pas tentativa, le të themi nga rrugeçër, më thoj za rrugëve, ka dalë qesharake. Qysh nga koha e Profetit sallallahu alajhi wasallam ka pas tentativa që dikush thotë po mund bëj një dhe ka dalë qesharak, po edhe më vonë kur kanë tentuar herë mas here kanë dalë qesharak. Thuhet pra për një rast në kohën e një halifi, dikush ka thënë unë mund bëj një sure si Kur'ani. Dhe ka thënë dakord, merr Kur'anin dhurat dhe hapet diku dhe shif, bëj krahasim. Dhe ka dash Zoti që ai ta hapi në surën El-Maida ajeti i parë. Thot një surë, thot kemi thirrës, kemi përforcues, kemi thot në një ajet, në një varg. Ka thënë lërë këtë punë se s'jeka për të bërë. Pra sfida e Zotit mbetet në fuqi dhe deri më sot arabët që janë popull poet nuk ja kanë dalë. Pra, ne në shkuarën, bazuar atë që thot Murat Hoffman, e dim që Kurani ka bërë transformimet më të mëdha në racën njerëzore. Pra është libri praktikisht që ka bërë më shumë ndryshime. Kjo që ju sapo thatë vërteton që ai e ka potencialin që dhe në të ardhmen t'i përgjigjet kërkesave dhe nevojave njerëzore. Atëherë hoxhë nderuar, ne erdhëm në fundin e pjesës parë të këtij emisioni, kur bëm një prezantim rreth këtij libri, pra i cili do të jetë dhe baza e emisionit ton. Baza e emisionit ton, për të ardhur më pas në emisionin e dytë, pra që do të trajtojmë pak edhe etikën dhe formulimin e pyetjeve në Islam. Të nderuar teleshikues, ju falenderoj që ishit me ne në këtë puntat të parë interesante. Zoti ju ruajt.